Pikërisht në periudhën e kalimit nga stina e dimrit tek stina e pranverës dhe sigurisht rrezet e diellit janë ende më të forta në lëkurën tonë. Për këtë ne do të flasim me farmacisten Amarida Lame se çfarë ndikimi kanë rrezet e diellit në lëkurë, por edhe për kujdesja që duhet kemi gjatë kësaj periudhe. Amarida, si je? Përshëndetje. Këtë periudhën tashmë që rrezet e diellit ndikojnë edhe më shumë në lëkurën tonë. Çfarë ndikimesh kanë rrezet në lëkurën që është më ekspozuar, që është fytyra? Pranvera në fakt vjen me disa ndryshime dhe problematika në lëkurën tonë dhe duke qenë se lëkura në pranverë është më e ndjeshme, ka një risk të lartë për të shfaqur alergji dhe acarime të ndryshme, është shumë e rëndësishme që edhe produktet e mbrojtjes nga dielli të jenë specifike, të jenë delikate dhe të ofrojnë një spektër të gjërë mbrojtës, qoftë nga rrezet UVA, UVB. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që ne të kemi një faktor mbrojtës të lartë, ndryshe nga në dimër që mund të qëndrojmë tek SPF 30 edhe jemi jo shumë të rregullt edhe tek ajri aplikimi i kremrave të diellit. Në pranverë dhe verë ne duhet ta riaplikojmë kremin e diellit kur jemi të ekspozuar në rrezet e diellit, kur jemi në ambientet jashtë dhe gjithashtu faktori mbrojtës e mira është të jetë mbi 50 SPF. Mishimi të kremi i diellit duhet të përdoret gjatë periudhës së verës dhe pranverës çdo 2 orë. Nëse ne jemi në ambiente brenda ku nuk jemi të ekspozuar drejt për drejt me rrezet UV, atëherë ai mund të qëndrojë, pra mund mbaj më gjatë. Në momentin që ne jemi të ekspozuar jashtë, hym dalim shpesh herë, atëherë mira është që të riaplikohet 3-4 herë gjatë ditës, pra çdo 2 orë në ato oraret e pikut që është ora 10 deri në 4 mbasdite. Në periudhën e dimrit ne përdorim sigurisht një rutinë, një skincare që të veçantë. Ndryshon kjo në periudhën e pranverës? Po, ndryshon sepse edhe lëkura jonë ndryshon. Pra në periudhën e pranverës dhe të verës ne kemi nevojë për më pak produkte, pasi lëkura ka predispozit të djersisi, të ytyroset më shumë, ndaj produktet duhet të jenë sa më gel, fluide dhe të lehta. Ndryshe nga në dimër ku kemi një predispozit që lëkura të thahet dhe të jetë më ashpër, të jetë dehidratuar dhe rutina është e nevojshme të jetë me produktet të cilat kanë në përmbajtje vajra gjalpe bimore, vitamina, të cilat kyçin lagështinë në lëkurë dhe nuk lejojnë dehidratimin dhe tharjen e lëkurës. Përpos njollave kafe që na shfaqen tashmë nga rrezet e diellit, cilat janë problematikat e tjera që duhet kemi kujdes? Pra hiperpigmentimi, siç ti e the, është një nga kryesoret të cilat në periudhën e pranverës fillon lulëzon dhe sidomos tek vajzat të cilat vuajnë nga njollat kafe, melazmat, qukat, ato në këtë periudhë fillojnë edhe dalin më shumë në pa, ndërsa në periudhën e vjeshtës dhe të dimrit zbehen natyralisht. Një problematik tjetër është mbi prodhimi i sebumit apo i yndyrës ndryshe, i cili krijon një tendencë për të bllokuar poret, për të shfaqur akne tek ato lëkura të cilat janë proakneike dhe kanë predispozit që të shfaqin akne. Kjo pasi duke mos patur një rutinë për kujdesi të rregullt, mbi vendosja e yndyrës në pore oksidohet dhe më pas në sjell pjesën e bllokimit të komedoneve apo të akneve në lëkurë. Cilat janë trajtimet që duhet i ndjekim në këtë periudhë? Për sa i përket pjesës së rutinës, është shumë e rëndësishme në përditshmëri ne të kemi një larë specifik për lëkurën, hidratim dhe mbrojtje nga dielli. Ndërsa tek trajtimet estetike apo ato klinike, në periudhën e pranverës dhe të verës, ndryshe nga në dimër, duhet jemi pak më të kujdesshëm në përdorimin e pilingjeve, pra acideve eksfoliuese, trajtimeve me mini-invazive apo trajtimet me lazer. Në rast se këto procedura aplikohen, atëherë ne duhet të shmangim ekspozimin drejt për drejt në diell dhe duhet të jemi të kujdesshëm me rutinën e rindërtimit të barrierës lëkurës. Ndërkohë, pastrimet e thella të fytyrës, trajtimet rigjeneruese, ato mund të bëhen pa problem dhe e ndihmojnë lëkurën tonë që ajo edhe në periudhën e pranverës dhe të verës të qëndrojë e freskët, të qëndrojë e pastër dhe e hidratuar. Sa shpesh rekomandohen që të bëhen? Jo më shpesh se një herë në muaj. Pra, lëkura jon ka një cikël, çdo 28 ditë një qelizëm shumohet në 2 bija dhe mirë është ne të mos e prishim atë ciklin e natyrës që kemi, që lëkura jon ka. Ndaj një herë në muaj është periudha më e afërt që mund të bëhet një trajtim fytyre. Gjithmonë në rastin kur ka problematika dhe është një lëkurë që ka tendencën të mbi ngarkohet nga pikat e zeza, milia diamore apo problematika. Nëse ne
e kemi një lëkurë të shëndetshme, atëherë edhe një herë në 6 muaj mund të shkojmë në trajtimet mirëmbajtëse. Po, maskat që i bëjmë në kushtet e shtëpisë, janë të rekomandueshme? Nëse flasim për maskat të cilat janë pa përbërës agresiv, patjetër, asgjë nuk i bën dëm. Po, patjetër. Domethënë fruta të ndryshme të blenduara, të cilat bëjnë një lloj zbutje të lëkurës, patjetër që mund të përdoren. Tani normalisht produkte të cilat janë krijuar enkas për trajtimin e lëkurës sigurisht kanë një performancë shumë të lartë në raport me një maskë në kushte shtëpie, pasi lëkura jonë nuk ka mekanizma ti tresi apo ti përthithi ato produkte që ne vendosim, por sigurisht një zbutje, një hidratim e japin. Gjithmonë flasim për produkte të sigurta, pa aciditet, jo erëza të ndryshme, jo produkte të cilat mund të shfaqin alergji, pasi shpesh herë këto produkte si kanella, soda e bukës në limon janë tepër agresive për lëkurën, prishin barierën mbrojtëse të lëkurës tonë dhe shpesh herë mund na krijojnë më shumë dëm në lëkurë se sa të mira. E vërtet. Gjëja kryesore në këtë periudhë është pikërisht kremi i diellit, a? Është kryesorja, pra nëse flasim për një produkt kyç, sigurisht rutina e larjes dhe hidratimit është minimalja, por nëse flasim për një produkt dhe asgjë tjetër, është kremi i diellit patjetër, që të ofrojë mundësisht një hidratim të lehtë të lëkurës dhe të ofrojë efektin mbrojtës. Sa i përket akneve, në këtë periudhë kemi më shumë të predispozitën që na shfaqen më shumë aknet? Patjetër. Nga se vi nga djersë ndoshta? Janë shumë faktorë në fakt që krijojnë tendencën e akneve në këtë zonë, në këtë sezon. Kryesisht lëkurat të cilat vuajnë nga rozacea, nga një mbindjeshmëri lëkure, dielli i acaron edhe më shumë dhe ato skuqen dhe kanë një predispozit për akne të imta të rozë të shfaqura në gjithë fytyrën. Gjithashtu në trup, nga aktiviteti fizik më shpesh në këtë periudhë, daljet më të shpeshta, djersitja, krijon një tendencë për të shfaqur më shumë akne. Sigurisht flasim për këto aknet e lehta, sepse në momentin që ne kemi një infeksion në lëkurë, ajo nuk njestin, por periudha arritja e temperaturave, djersitja, mbivendosja e yndyrës është ajo që i shpeshton dhe ka tendencën t'i agravojë edhe më shumë. Sa i përket pikave të zeza, ne shpesh herë kemi predispozitën që të bëjmë avull në shtëpi, sa e ndihmon kjo lëkurën? Në fakt, nëse do flisja për diçka që nuk duhet bërë në shtëpi, është pikërisht ekstraktimi dhe pastrimi i pikave të zeza. Kjo sepse ka një taktik pastrimi të pikës zezë. Së pari, ne vetë mund të heqim vetëm majën e icebergut dhe pjesa tjetër mbetjet krijojnë inflamacion dhe krijojnë një mini infeksion në lëkurë dhe kjo bën që ne të nesërmen të zgjohemi me akne. Prandaj taktika e pastrimit pikës zezë është shumë e rëndësishme të bëhet nga një estetiste apo infermiere. Më pas janë produktet disinfektuese antibakteriale, ato të cilat përdoren në kabinë dhe bëjnë diferencën në një pastrim, sepse në kushte shtëpie ne mund ta traumatizojmë lëkurën dhe jo vetëm të zgjohemi me një akne, por mund të krijojmë aty një shenjë, një dëmtim, lëmgrobza në lëkurë të cilat janë shumë të vështira më tej për të ripërtërirë. Faleminderit shumë për gjitha këshillat. Kënaqësi.